2 ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të së dielës në Kosovë, po bëhet gjithnjë më e qartë se kush do të jenë 120 anëtarët e rinj të Kuvendit të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke i numëruar votat për kandidatët për deputet, qysh nga e hëna e deri më tani janë numëruar mbi 40% të tyre. Në zgjedhje morën pjesë rreth 45% të gati 2 milion qytetarëve me të drejtë vote. Zgjedhjet i fitoi bindshëm lëvizja e vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Sipas të dhënave paraprake, lëvizja e vetëvendosjes do t'i ketë 56 ulje në kuvend, pasuar nga PDK-ja me 23, LDK-ja me 15, Lista Serbe 9 dhe AK-ja 6. Personi më i votuar në Kosovë është Albin Kurti, i cili në zgjedhjet e rregullta të 9 shkurtit i fitoi 3.337.791 vota, duke thyer rekordin e deri atëhershëm të presidentes Vjosa Osmani, 300.756 vota. Mbetet të shihet nëse Kurti do ta forcojë këtë rekord apo jo. Sipas këtyre rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka fituar 430.978 vota apo 49.29%, Partia Demokratike e Kosovës 183.640 vota apo 21% dhe Lidhja Demokratike e Kosovës 118.676 vota apo 13.57%. Pas tyre vjen Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 49.605 vota apo 5.67%, Lista Serbe me 41.823 vota apo 4.78% dhe Nisma Social-Demokrate me 14.975 vota apo 1.71%. Këto rezultate janë nga votat e numëruara me vendvotime dhe nuk përfshin votat me post, ato me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta dhe të votave në përfaqësi diplomatike. Pjesëmarrja në zgjedhje sipas KQZ-s ka qenë 45.3% apo 900.330 votues nga 1.999.204 votues në listën votuese. Numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime në Kosovë ishte 1.999.204 votues, ndërkaq numri i qytetarëve që a regjistruar për të votuar jashtë Kosovës ishte 77.086.